po patë sot që s'ka shumë blogera, atje, e dini pse, janë palas gjithë sot, se kanë qenë sot edhe kthehen vonë, e do dalim prapa atje se do mbrojnë Shqipërinë këta nga ne, do mbrojnë Shqipërinë këta nga unë, do mbrojnë Shqipërinë këta nga një forcë që Shqipërinë e gjeti në llumë dhe po e nxjerr në dritë, nga një forcë që Shqipërinë e mori në krah, kur të tjerët e konsideronin një dele të zezë, e kur nuk i hape as i derë, dhe e bëri Shqipërinë që asnjë shqiptar ku do në botë, jo mos ketë turp thot jam shqiptar, po ta thot me krenari, edhe të filloj të dëgjoj se kur do vi tjetri me pushime. Do mbrojnë këta nga ne Shqipërinë. A kuptoni apo? Do mbrojnë ata nga ne Shqipërinë. Ca personazhe që nuk i kanë thënë punës mirëmjes. Nuk i ka thënë punës mirëmjes. E pat Fevziu, po Fevziu, e pat zgjedhje, tha janë e vetmja zgjedhje. Fevziu sa herë del në një aty në bulevard do zgjedhje. Sa herë, zgjedhje tha janë e vetmja zgjedhje, tha. Edhe Rama tha të konfirmohet, tha, edhe këta tha ta nxjerrin dufin. Po pse më, çfarë është Shqipëria? Çfarë është Shqipëria, shtëpi publike që kushdo me nxjerr dufin shkoni futi pal zgjedhje? Zgjedhjet janë në 2029. Dhe në ndërkohë ka dy gjëra tjera përpara. Ndërkohë janë zgjedhjet e vendore vitin e ardhshëm, se këta dhe nuk i din rregullat. Me shku në zgjedhje sot, i morin qafë Fevziu, se duhet 3 muaj me kriju parti. Ku e krijojnë do për 3 muaj? Se 3 muaj duhet me rregulla, me letra. Që me i qunë zgjedhje ne po marrim ja 100 mandate, e pastaj çfarë do bëjmë? Do presim na vina i lloj zogu tjetër të na thotë dum zgjedhje prap. Zogu. O zogu. Zgjedhjet ne i kemi fituar për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Zogu, zgjedhjet ne i kemi fituar për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian në fund 2027-s. Zogu, zgjedhjet ne i kemi fituar, edhe po kur thonë s'ka transparencë, ne kemi thënë publikisht, do ta fusim Shqipërinë në 2030 në ligën e kampionëve të turizmit botror. Zogu, ne do bëjmë jo vetëm turizmin e destinacioneve fantastike, duke filluar nga Zvërneci, dhe jo vetëm atë që kam nisur me Vlorën, kur në Vlorë, thoshin vlonjatës, se vlonjatët janë të mëdhej, thoshin natën nuk kalohet në për lungomare, atje, Buzdetit, se të merë gropa elektrikut edhe nuk të gjenë dot as gruaja. E morëm ashtu Vlorën ne. Dhe deri në 2030, fal atij investimi, Vlora do bëhet bebja e syrit e turizmit mesdhetar. Ti e thu me emër vlla, po unë them, gjyshja ime thoshte mos e ze me gojë se vje herë, ai thoshte do ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën. Atëherë. Dhe normalisht si njeri që
ishte lindur e rritur në përmale, do duhet kishte për malet aq respekt edhe aq besim sa të paktën të bënte një rrugë të vetme për të shku në mrekullinë e Valbonës. U desh të vinim ne që t'i bënim edhe ato male me rrugë, edhe që njerëzit shqiptarët huaj të zbulonin malet e Shqipërisë. Por nuk mjafton me kaq. Se që ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën e si Austrinë në përmale, duhet të bëjmë edhe atje. Duhet vendosim edhe atje pikat e turizmit që vjen me shumë para dhe që i lë shumë para vëndit. Kështu që ne kemi shumë për të punë për të bërë zogu. Prandaj, i kemi nda punët. Influencerat, aty ke... Si është ajo? Blogerat të kapin njëri tjetrin, njëri të vishet si Flamengo, tjetri të vishet si unë, edhe të luftojnë kush fito. Këta të tjerët që si hienat po i përpunojnë, po i ngatrojnë, po i bëjnë salat, do e nxjerrin kokën një nga një. Po që kur e nxori kokën ai që thot rrethi është katror, u pa puna. Tani do dalin dhe ca patriot tjerë, jam i bindur unë. Po ata patriotët duhet ta kenë parasysh një gjë, që kanë bërë shumë para të pa deklaruara me kauzat patriotike. Jo se është punë drejqi politika. Kështu që zogu, Loro Borici madhi thoshte, shiu ka punë e vet, ne kemi punën tonë. Puna jonë është ta bëjmë Shqipërinë një vend ku të gjithë ata të rritë atje, të mos kenë më nevojë kurrë që të mendojnë se duhet hik nga Shqipëria se nuk ka zgjedhje këtu, po të kenë gjithmonë dy zgjedhje. Kush do të rri dhe ta ketë mundësinë siç e kanë ata të tjerë në Europë, kush do tiki, sepse nuk jemi më në bunkerin e Enver Hoxhës. Apo jo, se në qoftë se qohen italianët, e thonë Italia është e italianëve, e në qoftë se qohen grekët, e thonë Greqia është e grekëve, sa shqiptarë janë andej, që i marrin i ngrejnë edhe i sjellin te. Jo, mërë jo. Jo. Shqipëria është e Europës. Shqiptarët janë të Shqipërisë. Shumë faleminderit. Rrot Partia Socialiste